Mirëmbrëma qendrëstar, mirëmbrëma qytetar të lirë të këtij vendi. Korrupsioni ka emër, korrupsioni ka firmë, korrupsioni ka zyrë dhe është pikërisht këtu mbas nesh. Zyra dhe firma e kryedutit të Shqipërisë. Prej vitesh kjo qeveri ka kthyer zhvillimin në një mekanizëm përfitimi për klientelën e saj. Projekte të mbyllura në zyrë, tendera me dyrë të blinduara, plane urbane që nuk konsultohen me askënd, por që shërbejnë për një grush të privilegjuar njerëzish pranë pushtetit. Kjo skem sot po zbatohet në Durrës. Në emër të zhvillimit, familje të tëra përballen me fadromat, pa transparencë, pa garanci, pa ndjeshmëri njerëzore dhe pa respekt për punën private. Qytetarët po trajtohen si pengesë dhe arrestohen me urdhë direkte të hajdutit në krye të shtetit, vetëm se i thonë në sy të vërtetën që e dim të gjithë, hajdut. Ndërsa interesat klienteliste trajtohen si prioritet kombëtar. Sot ne duhet të mbrojmë të drejtën për të jetuar të lirë në pronat tona, pa frikën se një vendim i marrë në zyrat e pushtetit do të na nxjerrë në rrugë. Në emër të projektit TID, qeveria po tenton të fshijë me një firmë jetat e dhjetra familjeve. Ky nuk është zhvillim, kjo është arrogancë. Zhvillimi nuk bëhet duke shtypur qytetarinë. Zhvillimi nuk ndërtohet mbi lotët e familjeve. Zhvillimi nuk bëhet për klientelën dhe miqtë e pushtetit. Sot banorët e Durrësit po mbrojnë jo vetëm shtëpitë e tyre, por mbi gjitha një parim që shteti nuk mund të sillet si pronar absolut i jetëve tona. Dhe ndërkohë që qytetarëve u kërkohet të sakrifikojnë gjithçka, promovojnë projekte si Durana Park apo TID, që thjesht dhe vetëm mbushin xhepat e oligarkëve dhe rrënojnë qytetarët. Ne jemi këtu për t'i thënë qeverisë, mjaft me projekte të errta, mjaft me vendime mbi kokat e njerëzve, mjaft me korrupsion dhe pazarin e kurrës qytetarëve. Banorët e Durrësit nuk janë numër në një plan urbanistik. Janë prindër, janë fëmijë, janë histori, janë sakrificë. Ne jemi në krah të tyre dhe zëri ynë do dëgjohet, sepse qytetaria bashkon pushtetit fillon të dridhet. Kisha edhe diçka të fundit për kreun e kryeadutëve. Drejtësia nuk negociohet, prona nuk grabitet dhe Durrësi nuk shitet. Faleminderit. Dhe tani e ka fjalën kryetari i Partisë Demokratike